E sot në magazinën Bonbon kemi të ftuar një kampion që realisht në podit ndalet së fituari medaljet cilat ne i kemi edhe në Bonbon, a e kanë zbukuruar edhe më shumë studion. E të gjitha këto unë kam kënaqësinë që të diskutojmë bashkë me oficierin ushtarak, zotrin Gëtuare Xhepi, i cili tashmë është shpall edhe si kampion kombëtar i karates në Shqipëri. Gëtuar, kënaqësi të kemi sot këtu. Është privilegj dhe kënaqësi edhe për mua të jem në emisionin Bonbon për herën e dytë. Kam qenë pra shumë vite në vitin 2007. Okej. Nëse nuk gaboj, kjo është hera e dytë, është kënaqësi. Por është hera e parë me mua. Është hera e parë me ju natyrisht. Gëtuar, je shpall kampion tash së voni. Na trego pak për këtë ndjesi. Çfarë do të thotë? Realisht titulli i kampionit kombëtar në Republikën e Shqipërisë në garën e fundit të organizuar të rëndësisë më të lartë, nivelin kombëtar shqiptar në karate, ishte në këtë të shtunë që e lam pas, ishte një garë shumë e nivelit lartë dhe me konkurencë shumë të madhe, ku morën pjesë shumë klube nga Republika e Shqipërisë dhe ishte një konkurencë si në kata, si në komite. Arrita të kualifikohem në titullin kampionit dhe të shpallëm kampion kombëtar shqiptar për vitin 2026, pas 9 viteve pauzë. Realisht titullin kampionit të Republikës Shqipërisë e mbaj për vitin 2014, 2017 dhe sfundin 2026, që është hera e tretë pra që mbaj këtë titull pa e humbur asnjëherë. Mrekulli. 25 vite karrierë. Nuk janë pak? Nuk janë pak. Çfarë të ka shtyrë që të jesh akoma në kata? Po, realisht karateja është burim i brendshëm, më thonë është jo vetëm një sport, është një traditë shumë e lashtë. Karateja si vizion e ka, do më thonë, pikën e parë ka respektin për të tjerët, respektin për dëgjën apo sallën e ushtrimeve për trajnerët, për trajnerët të tjerë, për sportist, për të gjithë praktikuesit e karates. Pra fillon me respekt dhe përfundon me respekt. Stili me cilin unë merrem është stili Shotokan, ndërsa karateja që kam aplikuar është edhe karateja moderne, si dhe ajo tradicionale në për klubet të ndryshme dhe në trajnerët të ndryshëm. Motivi kryesor ka qenë sfida, ka qenë me mësu disiplinën, me pas përkushtim, si dhe kuptohet edhe ka ndikuar edhe ngritjen e vetbesimit tonë edhe në sfera tjera jetësore. Po, a ka qenë më e vështirë të fitosh dikur, apo është më e lehtë tash? Apo vazhdon të jetë njëjtë? Realisht sfida nuk ndërprehet. Titullit e kampionit që i kam pasur edhe në Kosovë, duke filluar do të thotë që nga viti 2002 deri në vitin 2010, kam 10 herë titullin e kampionit Kosovës. Në kata në karate, ku kam garu për klubet të ndryshme, fillimisht për klubin Studenti në Prishtinë, klubin Iliria në Prishtinë, dhe prej vitit 2014 kam garu për klubin Partizani në Tiranë. Pas që në baj edhe shtetësinë shqiptare, jam i dekretuar nga presidenti Alfred Mojsiu në vitin 2007 me shtetësinë shqiptare. Sfidat nuk ndalen, janë muj me thonë të nivelit të njëjtë, vetëm se ndryshojnë rrethanat, rregulloret, apo edhe sportistët, sepse ndër vite sportistët e lëshojnë, vinë sportistë të ri. S'do diskutim po. Edhe ka sfida të reja, kuptohet dhe ka rregullore të reja. Gëtuar, 10 herë radhazi kampioni Kosovës në kata. Si arrihet një dominim i tillë? Si arrihet të ruhet konkretisht? Kjo realisht është një pyetje shumë sfiduese, sepse përmban një periudhë gjatë përkushtimit, trajnimit dhe të përkushtimit tim personal. Po kuptohet kanë punu me mua dhe trajnerët që t'i falenderoj duke fillu nga Sulejmani Jetullahu, i cili është trajner aktual edhe më tutje, Safet Ramadani, Bejar Fazliu, i cili jeton dhe vepron në Pennsylvania, USA, gjithashtu edhe Hanshin që kemi Enver Sakicin, i cili ka luajtur një rol sfundi me disa këshilla për mua si sportist i vjetër, me përvojë të lartë që kem kuptohet një dozë të suksesit më të madhe në garën e fundit. Ne kemi një përkushtim shumë të lartë, një disiplinë shumë të madhe, të hekur me quj, si kampion, sepse titulli kampion lehtë është mu fitu, po është shumë e vështirë të mbahet, të ruhet dhe të kultivohet ndër vite apo ka gjatë si që kam bajton, edhe si që kam rikthy pas 9 viteve pauzë, do të thotë prapë jam kthy, kam marrë pjesë, kam pas guxim me qenë në një event aq të lartë nivelit kombëtar në Shqipëri, edhe me kthy titullin vitin 2026 pas një pauze prej vitit 2017. Mrekulli. A fshihet ndonjë sekret që mund ta ndash me përveç disiplinës, ushtrimeve? A kërkon ndoshta ndonjë sakrificë që duhet bërë? Është realisht ajo që kam më thonë është përkushtimi i lartë, vetë mohime, disiplina e brendshme që e ki, përsosja karakterit, sepse njeriu ka luhatje edhe në disponim, edhe në rrethana të ndryshme, ka do të thotë luhatje emocionale ato që vijnë domethënë nga profesioni, vijnë nga raportet ndërnjerëzore, po kur nuk kanë luhat sepse karateja zhvillon karakterin, po më shumë të zhvillon inteligjencën emocionale. Inteligjenca emocionale dim gjithë se është përbërë nga 4 faktorë. Njëra ndër to që është shumë e rëndësishme është njohja e vetvetes, por edhe njohja e të tjerëve. E karateja këta zhvillon shumë, e zhvillon integritetin,
e zhvillan njohjen e personalitetit edhe të tjerëve, rrethonave që gjendesh rrethit, si dhe është një kulturë shumë e madhe pasi rrjedh nga një popull me shumë kulturë të lashtë që është Japonia, edhe të mëson kulturën, respektin, disiplinën, përkushtimin i cili nuk ndalet ndër vite. Gëtuar, unë kur kam temat të tilla, kur prezentoj profilet të tilla si që jeni ju sot, zakonisht mundohem që t'hy të hulumtoj sa i përket edhe sporteve që prezentojnë. Dhe kata kuptova se është një teknik shumë, një disiplinë, po themi kështu, shumë teknike, dhe shpesh është edhe e nënvlerësuar nga publiku. Pse ndodh kjo? Realisht publiku e njeh shumë mirë tashmë, sepse ka ndodhur domethënë një realisht në spektrin botëror dhe europian të karates, ka ta zonjë realisht shumë të rëndësishëm. Po pra. Po flas nga ana e garave. Në për turne, kampionate të ndryshme kështu me radhë. Mirë, po kata realisht është bazamenti i fuqisë të një karatisti, sepse pa kata ti nuk ke kulturë karates. Kumitet kanë rëndësi shumë të madhe, sepse unë kam marrë pjesë në gara dhe në kumite në turne të ndryshëm, po ashtu kam marrë dhe medalje. Mirë, po katat janë shumë sfiduese dhe shumë të vështira që të arrihet një nivel i lartë, pasi kërkohet precizitet i lartë, ritëm, memorje shumë e fortë, edhe me njek ritmin me pas fortë, do me thonë fizike, si dhe me pas fleksibilitet të lartë mendor dhe muskulor trupor. Që ti me arrit ato vjen një trajnim shumë rigoroz dhe shumë strikt me trajner, po edhe vetë. Do me thonë minimumi 3 orë ditë me punu, që me arrit një sukses minimal nga ora. Do me thonë është pak më sfiduese. Është shumë sfiduese realisht, sepse në kumite jo gjithkush mund ta përballojë. Jo gjithkush. Në arenën botërore, do me thonë italianët njihen shumë suksesshëm si shtet, po ashtu edhe Japonia, lidhur me këto performancën kata. Dhe është bukur e famshme në spektër europian, ballkanik edhe botëror. Atëherë ju keni marrë pjesë në shumë gara ndërkombëtare, ne po kemi mundësinë që t'i shohim edhe përmes medaljeve, kupave. Cila ndoshta e veçon më shumë edhe sa herë që ndalesh, mendon për të kaluarën, të ardhmen tënde, e mendon me një herë të shkon mendja ashtu Gëtuar? Realisht ka pas shumë që ka marrë pjesë, pra mbi 70 medalje. Mbi 70 ose 70, tash me numër sakt nuk e di, dhe shumë kupa. Turnej regional, do me thonë afër nivelit, do me thonë ballkanik. Kupa e Ballkanit për fëmijë ka qenë ndër garat më sfiduese, Solidarność Open në Maqedoni, Yoshitaka Open në Maqedoni, pastaj kampionatet e Kosovës dhe kampionatet kombëtare. Pasi këtu është konkurrencë shumë e madhe. Janë arsyet edhe të kualifikimit, pastaj sepse kampionatin kombëtar karates ju kualifikoheni me marrë pjesë në garat europiane, botërore dhe ballkanike. Pra është një konkurrencë që secili sportist shikon me tregu veten më së miri, apo secili klub me marrë atë primatin se cili klub është në ditë i pari, i dyti apo i treti në nivelin kombëtar. Pra me pikë vlerësohet shumë edhe ka një rëndësi të madhe. Karateja në përgjithësi në region të ne të shqiptarët është shumë e zhvilluar, trajnerët tonë punojnë shumë. Është një respekt i veçantë për gjithë Federatën e Karates Shqipërisë dhe Federatën e Karates Kosovës, cilë punojnë shumë do të thotë trajnerët, sidomos nëpër klube. Unë aktualisht jam edhe trajner vet, i angazhuar në klubin e Karates Luftari, cilë ti përshëndes, sidomos në zonën me cilë punoj, studentat e ri. Edhe trajnerët e kanë një vlerë pa çmueshme, do me thonë nuk ka çmim që e paguani trajner të mirë, pasi ata e bojnë të pamundurën që student korin sukses dhe të kualifikohen për gara. Është sfida më e madhe është e trajnerit. Puna me trit, puna me fëmijët. Apo e duam karaten si shoqëri, sidomos gjeneratat e reja Gëtuar? Është jashtëzakonisht interesant se karateja në botë nuk e di tash me renditje globale për sportet i sati sportosh, po është një sport, muj me thonë ndoshta në top 10 globale prej gjitha sportet që aplikohet botërisht, sidomos stili Shotokan, por edhe stile tjera mund të futen këtu mix, pasi ka edhe stile tjera. Edhe mendoj se edhe Kosova dhe Shqipëria si dy shtete me cilat do të thotë unë kam operu, edhe regioni Ballkanit, si popull ne si shqiptar do të t'i dojmë shumë përgjithësi këto artet marciale, sidomos karaten. Edhe prind kanë dëshirë shumë i pru fëmijët edhe me pas fëmija një aftësi të tillë, pasi që e përgadit shumë për vetbesim, përgadit integritetin, disiplinën edhe i përgadit ata për sfidat edhe për të ardhmen. E sidomos se e përmenda edhe më herët, është ajo vetë mohimi, është inteligjenca emocionale, që të përgadit për sfidat e të ardhmes edhe është shumë e rëndësishme. Gëtuar, ju e thatë se jeni edhe trajner dhe ushtroni stërvitni edhe gjeneratat e reja të rinj që duan t'jenë pjesë e këtij sporti. A vrehet një kuadro e mirë që nga fillimi? Apo duhet patjetër që të punohet në mënyrë që të korrim suksese? Apo është diçka e lindur? Nuk po mëj tash me thonë që është totalisht e lindur, pasi që tanë lindim nga një talent që e kemi kuptohet në genetik. Për shembull, piktori ka një fëmijë piktor, karatisti ka ata, tjetri me radhë. Po,
Të gjithë vijnë tri. Përfshi edhe vetën time, kur jam fut për herë të parë, ka qenë një trajnim shumë interesant, më kujtohet vetja si fëmijë në vitin 2001. Okej, si ka qenë, bashkë më interesant Ka qenë një përvojë shumë interesant, pasi mu ka dok një botë shumë ndryshe nga filmat. Pasi që në filma është sekuencë që ti e përsërit 50 herë, 100 herë, një lëvizje, ta kthejnë, ta rregullojnë. Në jetën reale, në kampionate, në turnire të ndryshme, televizit është mësuar me trajnerin klub. Është përkushtim shumë i madh edhe i studentëve, po edhe i trajnerëve që mi përgatit edhe ka kuptohet sfida. Pasi dëshira është shumë e madhe, po dëshira është 1% është me thonë për me qenë kampion, puna është 99% që do të më bo. Sa vjeçar ke filluar ti të merresh me karate? Në vitin 2001, ndoshta i kam pas 12 vjet apo 13, nuk më kujtohet as sakt. Muaj mars nëse nuk gaboj, kjo ka qenë fillimi i startit jam, dhe aty kam filluar dhe mua nuk e kam ndërprej. Jam servit edhe vetë privatisht në për klubet ndryshme. Kanë domethënë gjithë klubet në regjion, jo vetëm Shqipëri dhe në Kosovë, një respekt madh për figurën time. I falenderoj të gjithë trajnerët, gjithë mi kanë hapur rrugët, edhe sepse ne kemi qenë kolegë bashkë. Jemi rrit bashkë edhe fryma e bashkëpunimit, kontaktet që të jep sporti, respektin që të jep sporti, mendoj që asnjë profesion tjetër njerit nuk e jep. I ki rrugë qelë, domethënë çdo institucion, çdo profesion është me thoni ambasadori mirë një sportist për vendin, për familjen, edhe për ekipin ku operan. Gëtuar përmende edhe garat ndërkombëtare që ke marrë pjesë. Si është ajo ndjesia të prezantosh kombin tënd në arenën ndërkombëtare? Realisht, përvoja ime ka qenë kampionatin ballkanik, nëse nuk gaboj, vitin 2007. Ka qenë një përvojë jashtëzakonshme. Mirë, po konkurenca në regionin e Ballkanit është e tillë që ndoshta këto vende tjera mundohen pak me na si me thonë, jo me na dëmtu, po i kanë numër ndoshta më të madh referve që i kanë jo shqiptar. Mirë, po shqiptarët me thonë e kanë një frymë mas të mirë të përfaqësimit si popull, edhe si sportist, edhe jam shumë krenar jo vetëm me veten për punën që kam arritur dhe për drejtimin ku kam operu, do me thonë me kata në disiplinë klubet ndryshme, mirë po edhe për sportistë tjerë që janë tregu shumë pjekun, kanë tregu një kulturë jo vetëm të familjes, po edhe të shtetit, apo edhe të klubit, edhe personale lidhur me përfaqësimet që i kanë bërë ngarat ndryshme. Ne si popull jemi popull shumë fisnik, tradita jonë do me thonë nuk ndalet vetëm familje, po është edhe në sport, edhe mbi gjitha më bën krenar që kam linë shqiptar dhe që jam shqiptar, edhe që kam arrit do me thonë këto suksese me minjoft edhe shtetet ndryshme, edhe vende ndërkombëtare, po edhe sidomos vendi jonë, sepse pat një vendi yt nuk të vijnë asnjëri atje. Po pra, edhe unë është kënaqësi edhe për ne kur prezantojmë profile të tilla. Të ndalmi pak edhe disa minuta tek të rinjët. Cili është ai, ndoshta nëse mund ta quajmë gabimi më i shpesh që mund ta bëjnë ata që fillojnë të merren me karate? Po realisht kështu, karateja si funksion, domethënë, është sport e ka dhe dhunën si pjesë saj. Kontrolli i aspektit dhunës, i aspektit të energjisë teprume apo i emocioneve, ka një rëndësi në zhvillimin e karakterit të fëmijët, edhe të moshat më të shtyme. Ne punojmë shumë, domethënë që ata më eduku që mos me keq përdor, pasi aftësitë e një karatisti apo karatiste janë shumë të forta që me neutralizu një kundërshtar shumë shpejt edhe shumë saktë. Pasi ka goditje me precizjon shumë të lartë, intensitet shumë shpejt, edhe mbaron punë shumë shpejt me njerin pa kuptuar vetë pse godite pse ron tokë. Në farforme duhet me qenë me pas vetë kontroll, pasi ka pasojë ligjore. Ti pse i karatist mund është mu dënu shumë se një njeri zakonshëm me një kontakt me humb kontrollin apo me keq përdor njohuritë të sportit marcial. Pasi këto janë goditje që nuk falin, domethënë godet mund është edhe me thyj personin, me shkaktu lëndime shumë të rënda dhe pastaj pasoja duhet me bardh vetë. Natyrisht. Kështu që ne mundohemi me eduku që mos me keq përdor, me përdor për arsye të sportit, me përdor për arsye të integrimit personal në gara, në turnire, por asesi mos me përdor në rrugë, edhe nëse situata ndonjëherë mundet me eskalu. Pasi ka dhe forma tjera, me zgjidh konfliktet, edhe komunikimi është gjithmonë i pari, që me zgjidh çdo problem si në shoqëri, si në familje, si në rreth, si çdo vend. Gëtuar, jemi në minutat e fundit të kësaj bisede dhe do doja që bisedën ta përfundoni me këtë pyetje. Ju jeni në dy role tashmë si sportist, por edhe si oficer ushtarak. Çfarë kërkohet më shumë përveç forcës fizike? Besoj edhe ajo mendore. Realisht karateja është edukim jetësor, nuk ndalet vetëm gara. Unë ndoshta nuk u hapa shumë nga pjesa që është më shumë edukim për arsye sepse në kaluar kjo është kultivu në për salla apo dojën Japoninë e lashkur ka qenë ndalume katana si shpat mu bajt prej personave të ndryshëm. Katanën e kanë bajt profilet të ndryshme në Japoni, sidomos samurajat që kanë shërby për një familje të caktuar. Por karateja do të thotë është më shumë shkencë, më shumë është edukat,
është art marcial shumë i vjetër, që realisht ti mund të shtëljesh një kampion dhe të bartësh breza të zi shumë. Unë aktualisht barti brezin e zi 4 danë për provimin me të cilit dhe më thonë e kam dhonë këtë vikend, që e lam pas, në falë të hanën nëse nuk ka bëj. Edhe dhe thëtë nuk të e brezi zi të një urinë edhe filozofinë e karates. Filozofia e karates është ma e fillë se një sport, ma e fillë se një garim, ma e fillë se një kampionat dhe ma e fillë se një brezi zi. Pra ti e kultivan ato atë mjeshtrinë e sportit, luftarak, artit marcial, ndër vite, si që aplikuar dhe në të kalumen. Pra është një kultur, një edukim jetësor që nuk dalet deri personit vdes. Gëtuar, një mesazh për fund? Mesazhi për gjeneratat e reja është që të fillojnë dhe më thonë ma shumë më angazhu në sportin e karates, pasi është një sport individual, edhe realisht nuk ka nevoj do të bënë shpenzime enorme, si që bënë për shembull në fushën e futbollit, në basketball e tjerë. Në karate do të ne kultivojmë vlerat të tilla që edukimi është shumë i rëndësishëm. Brezat e ri që vinë aty gjithmonë dalin më të mirë se sa që vinë. Edhe i bëjnë mesazh edhe të rinjve edhe familjeve kështu prindërve që t'i angazhojnë me shumë fëmijë. Kosova ka një karate jashtëzakonisht zhvilluar, më thonë mos ta më të mirë në region, bashkë në Shqipërinë, edhe që kanë aftësi dhe kapacitete me ngrit nivele shumë më të larta në aspektin mendor, emocional, edhe kulturor brezat e ri që vinë secili trajner. Kështu që ky mesazh jam, i largon nga rruga, i largon nga narkotikët, i largon nga problemet e rrugës, sporti është edukim jetësor dhe i bëj thirrje, kuptohet një mesazh gjithë rinjve që ta kanë prioritet dhe me thonë karaten si sport. Gëtuar, të falenderoj shumë që ishit sot në Bombon dhe prezentuat punën tuaj shumë vjeçare. Ju falenderoj shumë, ka si një privilegj dhe kënaqësi të kthehem në Bombon pas shumë viteve. Kënaqësi edhe për ne që të patëm përsëri. Faleminderit shumë.